Abuzimet të rënda me detyrën KPA shkarkon kreun e prokurorisë së Lezhës. Komisioni i posaçëm i apelimit ka shkarkuar kreun e prokurorisë Lezhë, Erion Shehaj. Trupi gjykues mori vendimin për Shehajin, i cili më parë kishte kaluar shkallën e parë të vettingut, edhe pse komisioni i pavarur i kualifikimit konstatoi probleme me pasurinë dhe profesionalizmin. Komisioni publik ankimoi vendimin. Në arsyetimet e KPA gjatë seancës së sotme, ku edhe u mor vendimi, theksohet se Erion Shehaj nuk ka kryer veprime hetimore për dosjet dhe ka cënuar garancit proceduriale të personave. Lidhur me një nga çështjet, trupi gjykues shprehet se nuk do të mbajë qëndrim pasi çështja është për gjykim në gjykatën e lartë. Në 4 raste, trupa gjykues vlerëson se janë konstatuar shkelje nga ana e subjektit të rivlerësimit. Në një nga proceset, Shehaj duhet të hiqte dorë pasi ishte në konflikt interesi. Përfshirja e tij në këtë procedim ka shkaktuar pavlefshmëri të akteve të procesit penal.